Sot e kemi këtë hadith dhe Zotën duke i nxjerrë dobit e këtij hadithi, subhanallah, ndonjëherë njeriu edhe duke lexuar diturien përfiton vetëm në dituri. Pra përfiton shumë sende në kujtimin e asaj që njeriu lexon dhe çuditë për ata, subhanallah. Ky hadith është hadith madhështor që e grumbullon thuajse e gjithë Ramazanin. Hadithin e kemi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron muajin e Ramazanit duke pat iman dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut azza wa jall, atij ju falen mëkatet e kaluara, mëkatet që i ka bëu ju falen. Prej dobive të këtij hadithit që ka ardhur e para është agjerimi, po i baj ka dobi imanit e para, e dyta i ban dobi kujna shpërblimit. Ku i ban dobi shpërblimit agjerimi i ban dobi imanit e para, e dyta shpërblimit. Ku i ban shpërblimit dobi shtesë. Njeri kur ta agjeron nafile ka, ama kur ta agjeron Ramazanin shtesë ka shpërblimin. Dhe dobia e fundit që nxjerrmi domethënë prej hadithit, këtij hadithi që është dobia e parë, i agjeson domethënë mëkatet, i largon mëkatet, subhanallah. Dobia e dytë e këtij hadithi: agjerimi i Ramazanit i ka dy kushte. Kushdo që agjeron do të më qenë këto dy kushte. Kushdo që agjeron. Kushti i parë është me qenë me iman. Me qenë me iman. Me pat bindje që këtë agjerim na ka obligu kush Allah dhe unë kam agjeru me iman. E dyta, me shpresu tek Allah për shpërblimin e atij agjerimi që e ban. Në qoftë se njeriu agjeron, po çonë pa agjeroj, beshatje pa agjeroj dhone, apo çonë kam iman agjeroj, po nuk mendon tek shpërblimi i Allahut, nuk shpreson, ato nuk e di, domethënë shpërblen Zoti ajo, nuk ka shpresë ai. Atëherë nuk e ka arrit kë kompletimin e këtij hadithi të agjerimit. Patjetër të më qenë dy kushte. Edhe me pat iman, edhe me pat shpërbime, shpresu tek shpërblimi i Allahut azza wa jalla. Allah kanë dy kushte. Dobia e tretë është pastrimi nga mëkatet ndodh kur ne kemi imanin, friksohemi dhe shpresojmë tek Allahu, atëherë ju bindemi Allahut. Sipas këtij hadithi, ne e kuptojmë se fund hadithit ka ardhur ju falen mëkatet. Atëherë pastrimi i mëkateve ndodh kur na kemi iman, friksohemi, shpresojmë, ju bindemi Allahut, pastaj vjen edhe pastrimi i mëkateve. E katërta e vëllezër, dobia e katërt dhe e fundit, mundet me thonë, hoq, unë e du një rezultat për këtij hadithi. E që kjo është rezultati i këtij hadithi. Nëse ne e përjetojmë në Ramazan shtimin e imanit dhe e përjetojmë atë shpresën tek Allahu azza wa jall për shpërblim tek Zoti, atëherë rezultati jon do të jetë falja e mëkateve të kaluara. Ashtu shkon në hadith, në fund të hadithit, kështu ka. Ta janë disa dobive këtij hadithit, e lutim Allah azza wa jall që të jemi prej atyre që agjerojmë ditët e Ramazanit me iman, me shpresë dhe duke shpresuar domethënë tek Allahu për shpërblimin e pastaj rezultati jonë që inshallah Zoti na fal mëkatet, Allah na bëj të ja rabbul alamin.